se atyre fantazive të UFO-ve lidhet me përdorimin e LSD-25. Ajo Po bëj pak unë pjesën e konspiracionistit dhe diskutimit, po mos është kjo i dimensioni munguar i trurit njerëzor që e shtyn që të flasin vërtet me jashtëksorët? Jo, ata që bjen në psikozën e drogës, u duket atyre se ajo droga krijon këtë, është një drogë karakteristike që krijon këtë ide. Po mos është kjo droga që e çon trurin në një nivel tjetër që këta vërtet shikojnë atë që ne njerëzit normal nuk e shikojmë? Po e bëjnë konspiracionistë. Nuk ka asnjë gjë, ajo është thjesht një psikozë. Se si puna e Zotit, po, janë disa teori për ta bërë pak edhe me pak humor, si puna e Zotit. Shikon milingona njeriu apo jo? Njeriu nuk e shikon milingona thon. Dhe njeriu e shikon dot Zotin, prandaj duhet një dimension psikologjik, jo psikologjik, po psiqik që ta shikosh. Mos ndoshta këtë drogat i bëjnë ta njerëz apo tani po të hymë në botën e drogave, drogat jo aty që ndrojmë larg, po stimulojnë disa qendra të trurit ku çrregullojnë veprimet normale. Dhe duke çrregulluar veprimet tani normale të sistemit nervor qendror, aty truri përpunon shef shumë gjëra të paqëna. Jo se shikojnë gjëra të qëna që nuk i shikojnë dot të tjerët. S'ka të bëj fare. Është një degenerimi i veprimtarisë së trurit. Edhe LSD-ja bën këtë, është karakteristike e kësaj, që të gjithë të vullnetarët që janë nështruar provave me LSD, të gjithë deklarojnë që takuan UFO, shkuan në Sirius apo në një element tjetër. Pra këta që thonë që na kanë marrë UFO-t, na kanë çuar. Po janë thjesht këta dalin që janë përdorus të LSD-s. Pra është karakteristike kjo, prandaj ka një përhapje të madhe në masën e popullit. Përveç asaj pjese, është një univers i tërë, është një kozmos i tërë, me planete, me yjesi e tjerë. Në sistemin diellor që ju thatë, pra ta serën pak opinionin publik si funksionon. Sistemi diellor është vetëm toka e banuar, apo ka edhe, ose përtej sistemi diellor mund të ketë edhe planetet tjera? Sepse logjika, nëse ka një planet siç është toka i banueshëm, mund të ketë një planet tjetër, ndoshta më larg, apo jo? Me logjik. Sistemi diellor është studiuar mirë e bukur. Ka filluar që në kohën e Kopernikut, 1600-ën, pavarësisht se nga lëndja kisha, kush fliste për realitet, digjeshin në turrën e drugëve, digjesh. Dhe sistemi diellor është i studiuar komplet në qosh mi qosh. Si është, si ndahet, në sa planetet ja thejmë pak njerëzve? Aty janë 9 planete që orbitojnë rreth këtij ylli që është dielli në qendër. Dielli është një yll mesatar. Pra, është një sistem diellor, që ne e quajmë sistemi diellor. Brenda këtij sistemi janë vendosur planetet sipas ligjeve të shpërndarjes së masës dhe në influencën e gravitacionit. Brenda këtij sistemi diellor ne nuk kemi takuar në një UFO, nuk ka në një sinjal. Sepse që kur u hodhën satelitët e parë, u bën tentativa dhe u lëshuan në hapësirë disa sonda. Pioner 1, Pioner 2, Voyager 1, 2... Që lëshonin mesazhe, sinjale... Po, që lëshonin mesazhe, që fotografonin, që kishin pllaka të caktuara, të ndërtuara, të veshur me flori, për t'i rezistuar rrezatimeve kozmike, ku jepeshin të dhëna dhe simbole që nëse ekziston një qenie inteligjente, t'i kuptoj këto dhe t'a di ku është toka. Është pozicioni i tokës, pozicioni i diellit, e gjitha këto. Dhe këto që nga vitet 70 janë lëshuar. Dhe Voyager 1 në 2012 ka përzyer hapësirën e sistemit diellor. Domethënë pas gati 40 e ca vjet udhtim, Voyager 2 në 2018 ka dalë nga sistemi jashtë hapësirës së sistemit diellor dhe udhton në hapësirën ndërhyjore. Dhe deri këtu nuk ka patur në një sinjal
Se po të kishte qëndje që do vinin vërdall këtu në sistemin diellor, do i diktonin këto, me radar, me forma të ndryshme, do i diktonin këto objekte që po fluturojnë në drejtime të ndryshme. Dhe që lëshoni dhe impulset saktuara, dhe deri tani nuk ka asnjë sinjal. Sa është distanca për të kaluar sistemin diellor, sa vite duhen për një anije kozmike, udhëtimi pa ndërprerje? Këto Voyageri, po. sondat esin e 17 km në sekund, kanë 40-50 vjet që po udhtojnë edhe kanë dalë në hapësirën ndërujore. Pra 40 vjet që të kalohet gati hapësira diellore. Pak a shumë ky sistemi që në të cilën jetojmë ne. Dhe ky sistem diellor nuk ka asnjë sinjal për ekzistencën e një jete. Jo pastaj për qenie inteligjente. Do me thënë, kur themi për ekzistencën e jetës, ekzistencë e një bakteri, e një mikrobi, Ne flasim për çfarë do lloji jete, nuk ekziston brenda sistemit diellor. Dhe po planetet e tjera, Plutoni, Marsi, po këto janë planete, po janë me kushte të papërshtatshme për të zhvilluar jeta. Nuk po hym ka patur misione vëzhguese. Po kanë vajtur në Marsin e të gjitha, kanë vajtur dhe në Venera e të tjera sonda të ndryshme, të gjitha kanë konkluduar tani është bërë e zakonshme që gjitha përfundimet janë që nuk ka shenja jete dhe nuk ka kushte për të zhvilluar jeta. Mungon oksigjeni apo çfarë? Po, mungon oksigjeni, janë temperaturat larta, nuk ka ujë, etj, ka rrezatime shumë, etj, do me thënë që nuk ka kushte normale për të zhvilluar jeta. Po në hënë, zoti Memushej, çfarë flitet për hënën? Hëna tani studiuar nga të gjitha drejtimet, ka kushte shumë të ashpra për të krijuar jeta. Pse është ajo kratere, duket më njëherë... Kanë rënë meteorët aty dhe kanë bërë gropa. Një nga meteorët, se thonë ka qenë dikur planeti... Jo. Ajo është krijuar... Ka pasur luftë bërthamore, njerëzit kanë ikur... Hëna është krijuar paralel me tokën, pak a shumë në një nivel. Këtu e 4 miliard vjet përpara. Ato janë krateret e bërë nga meteorët. Tani, studime po bën në hënë për qëllime të tjera, atje kinezët për shembull pretendojnë të ngrënë qendra të banuara. Është tjetër punë kjo. Atje do zhvillohet një teknologji për të vërtetuar që se edhe atje mund të jetohet. Që mund të ngrihet një qendër banimi, është tjetër gjë, po jetë në rrugë të natyrshme nuk mund të zhvillohet në hënë. Zoti Memushej, me këtë teori jeni, njeriu në tokë është autokton apo është i ardhur? Jo, ka lindur këtu, jeta ka lindur këtu, nuk mund të vijë, sepse ylli më i afërt, do më dielli më i afërt me diellin ton, është Proxima e Centaurit. 4.3 vjet dritë larg nga ne, nga sistemi diellor. Për ta bërë më të thjeshtë, sa i bie në vite distancë me këto teknologji që kemi? Afërsisht. Këto sondat që lëshojnë sot, ju thashu janë me 16-17 km në sekund, për të arritur tek Alfa e Centaurit, duhen 75.000 vjet. Dhe aq vjet duhen për të kthyer, do më thënë, flitet për 150.000 vjet rrugë. Nuk ka mundësi, asnjë lloj mjeti, asnjë që t'i rezistoj kohës, karburante, tjerë. Pra, ky është ylli më i afërt. Pastaj vjen Siriusi, 8.5 vjet dritë larg, 2 herë më shumë. Dhe pastaj vazhdon hapësira ndërhyjore, galaktika jon, ku jetojmë ne. Galaktika jon, që përfshin dhe sistemin diellor, që është një sistem i vogël, po jap ca shifra kështu se ndofta edhe mund të jenë bezdishme. Jo, i duam, se janë kuriozitet. Kjo që kam lexuar shkarazi të shpërndara, por disa dhe nuk i dia. Kjo që quhet rruga e qumshit.